الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هو الإله الحق لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالبقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Lëndërimi takon Allahut Azza wa Jall, i cili zbriti librin e tij, Kur'anin pa më lartë. Atij takon falëndërimi, ai është Allahu, Zoti i vetëm i vërtet. Ai nuk ka lindur fëmijë, nuk ka pasur pritër, edhe nuk ka pasur bashkëshorte. I pastër është Zoti, madhështori nga të tilla gjëra. Të shmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër të drejtë veç Allahut Azza wa Jall, i cili është i vetëm ndaj bashkë. Dhe të shmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut, është dërguari i tij i zgjedhur. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për të, për familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, një vit kaloi e një vit erë. Një vit kaloi dëshmues mbi ne, dhe mbi ato çka ne kemi vepruar në vitin e kaluar. Një vit që kaloi, por që nuk ka kaluar kështu, si pa lënë asgjë, pa lëndur as pak. Sa e sa njerëz kanë vdekur gjatë këtij viti. Sa e sa prej njerëzve kanë përzier të dashurin e tyre. Sa e sa njerëz kanë kaluar ditërime vështirësi, kanë parë gëzime e çështje të tjera të kësaj jete. Sa e sa njerëz kanë qenë gjoja të rrethut të përpikt, korrekt, pase që kanë menduar e njerëzit, ama kanë qenë ekzigent, të mangët, mos me thënë edhe kundërshtar të Zotit të tyre, Allahut Azza wa Jall. Thjesht në këto ditë e letë, të japë edhe muaj, edhe vite që kalojnë, paksojnë moshën tonë. To na çojnë drejt afatit të fundit. Na çojnë drejt qetit tonë, drejt moshës që me ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall, që të qëndrojmë në këtë dynja. Sepse kjo jetë në këtë tokë më vetëm nuk është për jetës. Jo vetëm që s'është për jetës, po ajo mbaron shumë shpejt. Nata dhe vita kalojnë shpejt. Ai sa ne shikojmë në librin e Allahut Azza wa Jall, shikojmë në librat e historisë, madje në kujdeset e njerëzve. Se si Nuhu alayhis salam me popullin e tij, Adi, Semudi, e shumë shekuj të njerëzve kanë kaluar. Ata janë tashmë tek Zoti i tyre, dhe atje marrin atë që kanë punuar dhe kanë merituar. Pra sa shpejt, edhe nata dhe dita i betën po ato. Nata dhe dita s'ku tishin të freskëta, asgjë nuk i gjen, vetëm se vazhdojnë. Edhe janë të gatshme që të vazhdojnë e të tejkalojnë të tjerë për njerëz. Allahu e di se sa do të vazhdojë kjo deri në ditën e Kiametit. Por Zoti i në vëzhgën në botë në Kur'an, awalam nu'ammirkum
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Anë t'ju dhanë një mosh, pra afat, të jetoni në këtë tokë, ai sa të kishit mundësi të përkujtonte ai që don. Edhe prindi dhe kërkusin, pa nuk padën afat njerëz. Kushdo që jetoj sa jetoj, 70-80 në pak, kishte mundësi që t'i drejtohet Zotit ti me pendim. Kishte mundësi që të thotë, po Allah ti e Zoti im, unë jam robi yt. Unë do përpiqem që të jem në rrugën tënde, sa të mundem. Unë në këtë jetë do përpiqem të kënaq ty dhe të bëj atë që është favori tim në mirësinë time. Që unë të jem në rrugën e drejtë. A nuk kishte mundësi njeriu tash? Kishte mundësi. Se kjo jetë o vëllezër është e shtrenjtë. Madje edhe në momente të pakta të saj, janë shumë të shtrenjta. Një fjalë e vetë me la ilaha illallah, me e thënë, është shumë e shtrenjtë, dhe kjo merr vetëm sekonda. Ama shumë prej njerëzve kalojnë vite, vetëm në gablet, pra në fuqi. Allahu na rrit, siç ai e përshkruan, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Njerëzve u është afruar hisapi llogaritënia, e ato vazhdojnë të tjenë akoma në muqim. Pra t'i kalojnë vitet e tyre, javë, muajt në muqim, të pa drejtuar tek Zoti i tyre Allahu subhanahu. Thot Hasan al-Basri, Allahu më mëshiroft një prej dietarëve dhe të shikuesve të mëdhenj të ummetit tonë islam, thot o filli Abdin, ti je vetëm së ditë. Sa herë që ikën një ditë, ikën një pjesë e jote. Sa herë që ikën një ditë, mësohet afati jonë vëllezër në të dynja. Prandaj, si mund të kënaqet njeriu këtu me kalimin e ditëve, të muajve apo të viteve, të cilët vetëm rënojnë moshën e tij, vetëm rënojnë afatin e tij, vetëm rënojnë asgjësojnë mundësitë e tij në këtë dynja. Pra si mund të kënaqet të mësohet një njeri, pra kur mosha e tij ose këto ditë e merr të çojnë ato cakën të fundit. Allahu më rrit. Por si të të qatë besimtari ti fenomeni të kohës, që me zjarrit e saj të shumta që kalojnë herë pas here. Allahu azza wa jalla na mëson kur në librin e tij thotë: Tabaraka alladhi ja'ala fi as-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. I lartë ma bëruar është ai I cili ka bërë yje në qiell, që janë biçues, ka vendosur dhe të hënë që shkëlqen. Dhe ai është që krijoi natën dhe ditën dhe I bëri ato që të pasoj njëra tjetrën të vinë njëra pas tjetrës, kjo me qëllim që se I cili për ju sot njerëz të ketë mundësi të përkujtojnë edhe të falenderojnë. Pra kur të shohi të krijim madhështor të Allahut azza wa jalla, të përkujtohet që ai nuk është kot në këtë jetë. Që ai nuk është për ta kaluar me qefe, me dëshira të hajë të tij thjesht. Edhe ta kaloj të jetë, por të kujtoj se ky krijim është madhështor. Edhe që Allahu azza wa jalla e ka sjellë njeriu këtu për qëllime të larta në këtë jetë. Edhe se jeta e tij me gjitha momentet është shumë e çmuar, që ai nuk ta çojë dëm ata absolutisht, po duhet të falenderoj Allahun azza wa jalla në çdo moment. Allahu azza wa jalla thotë: "Walikulli ummatin أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون." Çdo njeri ka fakt të caktuar.
Kështu që ku t'i vijë ata që atyre, ata as nuk punohen për asnjë moment, as nuk e shpejtohet ata që kemi në të jetë të dhe. Pastaj, nëse kalojnë ditët, jeta jo, nuk është se kalojnë kështu bosh, edhe asgjë, s'ka problem paroj jeta edhe kaq. Por, ato mbartin me vete, punët tona, veprat tona, ato që kemi bërë ne, madje asgjë nuk shpëton, pa u regjistruar si thot Allahu, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dhe ata, pra në ditën e gjykimit njerëzit, çka kishin punuar e gjetën prezente. Pra e shfaq Allah të regjistruar në regjistra, që janë regjistruar nga melekët e Allahut e Injil, që nuk i bëjnë padrejtësi askujt. Edhe Zoti i Madh nuk i bën padrejtësi askujt. Gjithashtu gjen atë dhe të madhen dhe të vogël, çdo të mirë të vogël e gjen, dhe çdo të keq të vogël e gjen. Thot Allahu, men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Cili do që ka punuar një punë të mirë qoftë edhe sa krista, do ta gjejë atë. Dhe shpërblimin e saj. Cili do që ka bërë punë të mirë të keqe qoftë edhe sa krista, do ta gjejë atë. Dhe këto vite vëllezër që kalojnë apo koha jeta jonë që kalon sikur i thot njeriu që është i pavëmendshëm. Kujtes. Jo, që i thot ati që e ka tepruar, ndalë, jo në kështu, nuk shkohet kështu, duhet të ndryshosh drejtim, duhet të ndryshosh rrugën. Sikur i thot ati që ka lënë mangë, nga fia Allah të zëvëzhet, së shpejti të paraqitës para të madhështore, që ju është të qiellit dhe tokës. Si të mundesh të dalësh para ti, me gjithë të mëndësi që ke. Me këto punë të këqija, me këto neglizhencë të madhe, si të paraqitesh për Allah të zëvëzhet. Prandaj, tregon Hudhayl ibn Iyad, një nga edukatuar të Hudhayl, dhe dietar të Hudhayl të Islamit, ai u takua me një person dhe i tha, në çmosh je? Tha unë jam 60 vjeç, i tha i tjetër. Tha ti 60 vite vesh, vazhdon që të ecë për tek Zoti yt, pra ke 60 vite jetë, edhe jo quhet ecje për tek Zoti, sepse me ato ti punon, fal namaz, agjeron, zekat, punë të mira, apo e anësit ose kundërta Zoti na ruaj. Pra 60 vite, nuk janë pak. Ta ke 60 vite që shmon për tek Zoti dhe së shpejti mund të arrish këto. Ai personi tha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu kemi dhe tek ai themi. Pra, se njeriu në kohë kur i paraqitet diçka si fatkeqësi, pra si diçka e vështirë, jo e mirë, jo e përqyeshme, do të fjalë. Allahu kemi dhe tek ai themi. Edhe i thot, a e diti se çfarë do të thotë kjo? Që ta Allahu kemi të ka i qeni, thot posët në imi rrët që Allah të zogjen, dhe të ka i është përfundimi jonë, për të ka i të rinjallën, i të të memi logaritë të shpërfjeri. Thot, a e di pra a i që shërot bë Allahot, dhe do të të ka Allah do të ndale i dhe në të qimë. A nuk është e thjesht që qimë gjenet, gjithë në parajs, qoftë i gjenet, që shtu njëzit me rëzef dikush. Nuk është ka që thjesht një fjallë që thonë njëzit. Apo ashtë më keqë ajo që thonë disa idiot. Gjehenem me shokët, apo në gjenet me shokët. Nuk është ka që thjesht. Sepse njëzit do ndalë, Allah do t'i ndalë. Ua këjtuhën. Ndalin e ata. Inë hum mes'ulun. Ata do të pyetën një. Ndalë mirë, çfarë ke bërë ti me jetën tënde? Ai ke kryer obligimet e Allahut të vërtetë. Ai ke mirë të Allahut si duhet. Ai e kushtu mesazhin të Allahut si duhet. Apo si është e marrë me mesazhin të çojë njerëz të kohë. Lloj Allah ku shkruan në këto media sociale, edhe njerëzit direkt ta lexojnë këtë shoh. Libri i Allahut, mesazhi më i madh
Mesazhi më i lartë. Fjala e Zotit për ju secilën dhe tonë s'ka ardhur. Ti e ke lexuar. Ai nuk do ta kuptosh. Ai ke parë çfarë ku stret. Çfarë kërkon prej teje? Ai ndal. Ai ndal të bësh mirë, të bësh të keq. Pra prandaj do pyetesh si thot ky dietar. Atë kjo është ngjarje e një person, por kjo është ngjarje që mund ta thuhet se cilit prej nesh. U dorëzuar ky mirani, sa po sfilte apo tani si dalim me këtë gjendje. Dhe gjithë ne jemi të tillë. Sepse dimë që kemi të mira, kemi të këqija dhe duhet të dalim nga problematika e këqija që kemi. I thotë është e lehtë. Pra ka gjithë. Këto në këtë që të pak që të kam mbet, pra nëse je 60 vjet kam mbet dhe pak, nëse nuk e di se ku ti kam mbet pak, se mund të ketë mbet pak 20 vjeçar. Allahu na ruaj dhe na bëj gjithmonë të jemi të gatshëm, kudo që ta marrë Allahu ose në shpirtin. Do të është e lehtë, e thjeshtë. Në këtë që të kam mbet, bëj këtë mirë, dhe Allahu të fshin gjitha kanunet. Allahu është falës, është mëshirues. Allahu do të mirë njeriu. Allahu do t'i mëshirojë ata robët e tij. Allahu do t'i shpërblejë, Allahu do që ato të drejtojnë. Po ato vetë nuk duan. Edhe pse i ka sjell profet, libra, të shërbues, edhe këto që themin e natën, ditën, gjithë këto fenomene të fortë, që ne do mos përkujtojmë. Pastaj kjo mania e njerëzve që thonë në dynja, që sa më shumë mira prej saj, sa më shumë kënaqësi prej saj, sa më shumë zdime prej saj, sa më shumë gjëra të qefi prej saj. Po të pyesim një 70 vjeçar, një të moshuar, që ka kaluar shumë nga këto gjëra, dhe të themi. A kanë vetë diçka nga ato mirësi të gëzime, të qefe që ke bërë gjatë gjithë kësaj jete? Ti do të thotë. Gati s'ma mend asgjë. Gati nuk ma mend asgjë. Sepse kështu është kjo jetë komplet. Tu harrojnë, s'të kjo harrojnë shumë shpejt. Madje edhe sikur ndikimi i këtyre mbështjeve apo gëzimeve të veste gjatë në qenjen tonë, pra s'do ishte asgjë pse. U jeta në këtë botë mbaron shumë shpejt. Prandaj thotë Allahu, në ditën e gjykimit pra ndodh një dialog me disa njerëz që janë në atë botë. Pra, jo besimtar, i thotë Allahu, qala kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'adil. I thotë Allahu, sa qëndruat këto? Në të jetë pra, sa keni qëndruar? Kemi qëndruar shumë? Po, ne kemi qëndruar në këtë një ditë apo një pjesë të ditës. Me gjitha të pyet ata që mbajnë jetë më mirë. Sepse i duket shumë pak të jetë. Njerëzit mbasi largohen nga këto botë vjetër, edhe kur dalin para Allahut i duket shumë pak, jo se kështu është realisht. Po Allahu pastaj i përgjigjet, "Fala illa bitum illa qalila, law annakum kuntum ta'lamun." Vërtet po, ju qëndruat shumë pak. Ama si kur të dini. Pra si kur të dini se të po sa pak jemi të menet. Sa pak jemi të qëndruar vetë. Dhe e të jeton 100 vjetë. Shtese mundësia është e vetme. është një mundësia vetme. Dhe fitimi nëse ne do të llogarismi dhe do të dini një çfarë fitimi kemi me të jetë tek Allahu Azza vërtet e që bëni llogarisë ndryshme. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن شفع وصلى الله وسلم وبارك على الشافع المشفع يوم المحشر صلى الله عليه وعلى أصحابه السادة الغرب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد تداشر مسلمان
profeti tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i erdhi Gjibrili alaihi salam, meleku Gjibril, dhe i tha: "O Muhammed, jeto sa të duash, por se ti do të vdesh. Dhe tuaj që të duash, po ti e të do të dash prej ti. Dhe punot shka të duash në këtë jetë, po ti e se do të shpërndehesh për të." Ka dyshim që njerëzit do të largohen nga kjo vendbani, nga kjo jetë, që është jetë vendbani i mashtrimit, sa është për jetim mashtrues i shkurtër për këtë. Madje ndoshta do të largohen për një vendbani, në vendbanimin e lumturisë në xhenet, aty që ka bëu Allahu rizq për qenë për banorët e xhenetit. Allahu më thotë për banorët e xhenetit, por që mund të jetë edhe kundërta, Allahu na ruaj edhe përfundoi njeriu në vendbanimin e dështimit, Allahu na ruaj prej tij. Kështu që secili prej nesh duhet të ndihtojë të përdohet tek Allahu për të kaluar, të pikëllohet. Sepse pendimi në vërtetë është vështirë të kaluar, nëse njeriu robi pendohet sinqerisht para Allahut për të kaluar në tij, ajo është sikur të mos ishte. Se Allahu azza me pendimin i fshin gjunahet e kaluar. Prandaj Allahu në afrat të besimtarë që thonë: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al-'adab thumma la tunsarun." Kthehuni tek Zoti juaj, dorëzojuni atij. Kthehuni, na thot një gjithë Allahu subhanahu. Kthehuni tek Zoti juaj, drejtohuni, dorëzohuni tek ai përpara se t'ju vijë dëshkimi. Edhe pastaj nuk do të keni ndihmë. Para dëshkimi kush është për shumë njerëz është vdekja. Sepse me ardhmën e vdekjes mbyllet kapitulli dhe pastaj njeriu nëse nuk ka bërë atë që duhet, patjetër Allahu na ruaj për të ndonë tek dëshkimi. Gjithashtu thotë: "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dhe ndiqni në mënyrë më të bukur atë që priti Zoti juaj. Ndiqni Kur'anin, librin e Allahut azza wa jalla, përpara se të vijë dënimi i Allahut, se vetë të mos e ndjeni, mos jeni të kasur për të. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu prisi besimtarëve thotë një fjalë madhështore: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil-'abd al-akbar yawma idhin tu'rafuna la takhfa minkum khafiya." Umar ibn Khattab Allahu të knaqë me të thotë: "Llogaritni vetet tuaja përpara se të merrni një llogarit. Peshojini atë përpara se të peshoheni. Sepse kjo do të jetë më e mirë dhe më e lehtë për secilin prej jush, që do në ditën e gjykimit, kur ai llogarit vetën në dynja. Dhe sigurohuni pra në prezantimin madhështor. Prezantimi madhështor është dalja para Allahut azza wa jalla, ku ai thotë në Kur'an: "Yawma idhin tu'radun", të ditë ju do të paraqiteni, prezantoheni. Nuk mund të fshihet asgjë, ajo që keni thënë. Ashtu gjë që ka vetuar në ju i paraqitet. Duhet ta llogarisni besimtari veten e tij, jo një vit, kur i ka një vit apo vjen një vit tjetër. Por në çdo moment ta marr, për çdo ditë ta marr në llogari veten e tij me qëllim që të jetë i përgatitur për të dalë para Allahut azza wa jalla. I gashëm do të jetë për sigurt për fitoren dhe të jetë në pak i friksuar për humbjet